për këtë ditë keni shumë për të folur. Po mbasi keni këtonë edhe profesorë të lartë, besoj që ata do t'i thojnë disa fjalë. Po në emrin tim kisha mi falenderuar kryesinë e shoqatës për punën edhe veprën që e bojnë këto, sidomos prindit. Faleminderit prindit që i sjellin fëmijën këto në për të ta mësuar vallën, kulturën dhe traditën shqipe, çdo herë vallë, do të thonë, ju jeni ata që ne zbukuroni skenën me fëmijët tuaj. Dhe një kërkesë kisha bërë një lutje të madhe, ne kemi hapur edhe një shkollë këtu gjuhën shqipe, ku e kemi edhe mësuesin këto lënditën. Vetëm 9 nxënësa vijnë në shkollën shqipe, kisha dëshirë që ma tepër të angazhoni fëmijët e juaj që të marrin pjesë në shkollën në plotësuesin gjuhë shqipe. Unë kam nderin dhe kënaqësinë ta ftoj në skenë ambasadorin e Republikës së Kosovës në Bern, zotërin Intergativin ta merr fjalën dhe ta përshëndet mosën. Faleminderit shumë që keni ardhur tonë këtë mos. Faleminderit shumë që po festoni pavarësinë e Kosovës e gjitha festat tjera përbashkëta. Unë s'po du me zgjatë shumë, po du vetëm me cekë që ne sot jemi këtu me përkujtu gjitha ta që kanë kontribu që ne me qenë sot këtu ku jemi. Kjo festë është me të vërtetë e shenjtë, edhe kur po shihen se çfarë kohërat mjekëllata po përjetojmë prapë, dhe çfarë lëvizjes globale po ndodhen, duhet me di që arritja e shtetit Kosovë është një mrekulli e madhe, që ndoshta rrethana tjera zor që kish menduar, për shembull sot. Kështu që duhet ta shmojmë, të punojmë gjithë së bashku për të. Edhe kur jemi gjithë së bashku, zor se ka më ndodhur diçka, pa ma parasysh se diçka ndodh në vende tjera të botës. Por sot jemi këtu dhe me vlerësu ata që sot po punojnë, edhe po vazhdojnë me kontribu për vendin tonë, mes tjerash është edhe shoqata Adveu, të cilën e falenderoj shumë për gjithë këtë angazhim, e falenderoj kryetarin e Zenuni, e falenderoj shkollën shqipe, të rinjt, të rejat, mësuesit që po bojnë këtë punë të madhe. Ne duhet dim që ajo që na bashkon këtu është gjuha shqipe. Edhe pa këtë gjuhë në fakt nuk do ishim këtu, nuk do kishim njëri tjetrin. Edhe duhet bojmë çmos që këtë gjuhë ta ruajmë, t'i dërgojmë këta fëmijë që po i dërgoj që po i shoh të mrekullueshëm në shkollën shqipe, e t'ia zgjasim jetën kësaj mërgate tonë sa më gjatë, se pa këtë gjuhë nuk do vim atë njëri tjetrin ta takojmë. Unë ftoj në skenë këshilltarin e ambasadës së Shqipërisë, zonën Monika Zgura, ta merr fjalën dhe ta përshëndet mosën. Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësi e veçantë dhe ndër për mua që të jem përfaqësuese sot, duke parë gjithë këtë sallë me kaq njerëz dhe breza të mrekullueshëm, me një hapje kaq të bukur të këtij aktiviteti, me këtë artistë të vegjël dhe me ato balerina valltare aq të mrekullueshme që kanë me vërtet një hapje dhe një atmosferë shumë bukur. Është kënaqësi që të mblidhemi çdo herë, shkurti me vërtet është 17 shkurti mbetet një ditë e shënuar për pavarësinë e Kosovës sonë të dashur, të mblidhemi gjithmonë, të jemi sa më të bashkuar bashkë, dhe është shumë bukur kur të gjithë mblidhemi në data të shënuara të trevave tona të dashur shqiptare dhe me kaq breza të rinj, dhe një falënderim special do të thoja edhe për mësueset. Të gjithë unë kam patur kënaqësinë që të njoh në evente dhe mbledhje të ndryshme dhe zonjën Lindita ishte kënaqësi që u takojmë sot. Kështu që të vazhdojmë të gjithë të jemi sa më të bashkuar dhe të japim një mesazh sa më të bukur brezave të ardhshëm nëpërmjet traditës, gjuhës dhe kulturës shqiptare. Dhe njëherë, faleminderit nderuar zoti Xhamxhir, kryetar i shoqatës, kënaqësi për këtë pjesëmarrje të regatës dhe të kalojmë të gjithë sa më bukur, gëzuar festën Kosova jonë e dashur të gjithë shqiptarëve. Gëzuar. Soltanto io e Gianni, nei tuoi
legjendar, trimi madh kosovar, bashkë me Hamzën duke luftuar, Kosovën të liruar, moj Kosovë, tash je e lirë, e herojt e kitë mirë, dhanxha kun për liri, për të shtrejt pavarësi, tani do të jetë e lirë e gjithë të Shqipëria, rof Kosova jone, rof të gjithë të Shqiptaria. Kush, jo tha se unë nuk jam ma. Po unë vetëm se vrapova arëve të Dukagjinit që të mbjell lule kuq Drenic. Po unë kalova në Deçan, Franoft, Laush, Qires e Pregas. E këtë plis e gjeta aty të voret e Likushanit. Hej! I kujt është kë plis, more? Thira. Është plis Kosove, mu përgjigj zani i Hamz Jasharit. Po, çka të bëjmë me këtë plis? Ore por i dheut, i thash. Mere me vete, mbushe me farë, sepse fara udhet në pranverë. E në pranverë pritëm, apo jo, a pritëm pranverë? Mere e niso, e lypi ku janë, e kus janë burat dhe thujo se udhet në u përgjakën. Edhe thundrat na u ban gjatë nga ikja. Mare këtë dhe. Dhe thujmi Europës që këtë krekozësh, moj zoj e randë, me ata 12 yët, flamurit tanë blu. Sepse unë tash kam ka 12 vore në secën në shtëpi. Neso! E mora pak dhe. Nga kulmi i djegur i shtëpis se Jashareve. E Onisa! E Onisa. Kalova, Gjeravic e Qyshavic. Shikoni unë jashtë mirë në grusht u asolla Kosovën e Ninshamave të Bajramit Surit. Në plis u asolla Kosovën etniket e Naimit. Kreqka pata u asolla. Edhe Albanin e vogël të Azem Galicës, Drenicën e kuqet të Shaban Palushës, Buletini e Basis Is. Kaçanikun e Idris Saferit, Erikën e Haçi Zekës, Prekazin e Tahi Meës, Adem Jasharit, Kreqka pata u asolla, vetëm e vetëm që të shmallëni me të, vetëm e vetëm që t'ja u përkutoj se për këtë dhe po dirve gjak, e vllaznit tanë, motra tona, kryet për e lanë për këtë dhe. Edhe nëse të kush ka tek të iknue, prinderi tane vdiqin me kangën e goj. E ju, si të doni, po dijeni se kjo dhe nuk shitet, se kjo dhe nuk blehet. E ju, si të doni, se kjo dhe nuk shitet, se kjo dhe nuk blehet, se kjo dhe as nuk falet. Afroni o njerëz mirë, shmallni me veo, kushtrimit, sahitës, blerimit,
Hamzës, Ademit. Afroni dhe shikojeni se kë dhe është ujit me gjakun e tyne, e kë dhe emrin e ka Kosovë. Afrohuni, mos u frigoni, dhe e Kosovë është. Merreni se cilin ka pak dhe. E ndaq vajtojeni, e ndaq bekojeni, veç mos haroni, se atë tjetër nuk keni. E ky dhe as nuk shitet, ky dhe as nuk falet, ky dhe vetëm bekohet. E falenderoj shumë mësuesin Lendita për recitanin që e ka përgatitur. Kjo do të thotë shkolla shqipe. Mos e citoni o vëllezër o motra, mos e citoni, dërgoni fëmijët në shkollë. Shkolla shqipe është dije. Kam deri dhe knasin që ta përshëndes edhe studion kreative AMG Studio me zotri Granit Mërseli nga Detova, që do të thotë na ka bashkuar e tërë territori. Nga Detova, nga Dibra, nga gjitha trojet shqiptare, sot jemi bashkë të festojmë dhe të këmtojmë 17 vjetorin e Republikës së Kosovës. Programin e vazhdojmë me një valle nga senioret tona, të cilët që 15 vite rreth nuk na lanë, edhe pse disa prej tyre janë martuar ato prapë, vazhdojnë me vallën e tyre dhe skena për juve.
kur çdo gjë shkon mirë, kur çdo gjë është në rregull, kur çdo gjë kur prisin e kena të mirë, ai i qet çdo gjë në binoj. Unë i falenderoj zonjat, në vazhdim të tregojnë një valje me motive tropeane nga grupi i dytë i vallëtarëve. Skena është për juve, urdhoni. Në skenë prapë iftoj senioret edhe një bolle me motive shqiptare nga Malësia, të cilet do të interpretojnë senioret tona, të shohim se si na i kanë përgatitur.
falenderoj të gjithë edhe njëherë në emër të Kryesisë së Xhatës Ardeu, Nikocitit të Kësajna dhe Gjendçesë Numri Sekretar, i falenderoj të gjithë dhe pjesëmarrësit që sot jeni në mesin tonë. Valja për juve, Sandra.
organizator, faleminderit shoqat, aktivist, antar, donator të gjithë ju që sot jeni pjesëmarrës në mesin tonë. Ju faleminderit shumë që sot ishin në mesin tonë. Ambasadori i Republikës Kosovës, zotëri Bektar, zonja Monika, faleminderit të gjithë pjesëmarrës, të gjithë antar, i falenderoj koreografët e seniorëve, koreografët Ardiana dhe Sandra Gjoka, të gjithë ju që jeni pjesëmarrës faleminderit, ndërsa programit do të vazhdojmë me program të lirë nga këngëtari i njohur nga rrethi i Tunit, Besnik Çaka, i përcjellur nga Sinti Avnia dhe klarinisti Adnoni, ndërsa zërimin e ka bërë Ziber Dibra. Falenderoj të gjithë edhe një herë, urime 17 dhjetori pavarësisë së Republikës Kosovës, urime të gjithëve pak sukses. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft shqiptarët kudo që janë. Të ndëruara zonja dhe zotëri, mysafirë të ndëruar, mirë brama dhe mirë se keni ardhur. Lejoni sa për fillim edhe një në emën timin personal, në emën të kolegëve të mi, në emën të shoqatës, ju përshëndes edhe një herë përzemërsisht dhe t'ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë sonte të jemi së në 17 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Edhe një herë ju përshëndes përzemërsisht, e shpresojmë se do të kalojmë çaste bukura sonte së bashku me neve. Edhe një herë ju kalofshit sa ma bukur sonte, shumë faleminderit. Mos të haroj, nipi i Basit Gjemsher e ka ditëlindje në urime, ditëlindja i bop 100 vjetë. Kalofshit sa ma mirë sonte. Të nderuar mysafirë, ju krejt e dini këtë kam, unë i kësha pasjet, taknojmë që të kam që së bashku. Hajde,
ty ta fladit i balin toka, qose ty te kërkone tanë Kosova, ty ande. Falenderit shumë dhe rukë Samir, falenderit lavdiqit dëshmorve, lavdiqit veteranve, edhe njerë, pa dëshmor dhe pa gjak nuk do ta kishim pavarësinë e Kosovës. Urime edhe njerë qitë juve, kalojmë sa ma bukur sante, unë i ftoj, qikat e reja, djemë të ri, hajde me valsu gjithë bashku. Urime, urime!
Quhem Mentor Latifi, jam ambasadori i Republikës Kosovës në Zvicër, qysh nga qershori vitit kalum. Sot jam për herë të parë në një ngjarje të organizuar nga shoqata Adhejon tonë dhe duhet të them që jam seriozisht i impresionuar. Është një program shumë i mirë, është një program shumë breslënës, ka shumë tri dhe treja këtu që kanë angazhuar shumë kohë ta përgatisin këtë program. Dhe ishte kënaqësi të jem këtu sot pjesëmarrës. E përgëzoj jashtëzakonisht shoqatën Adheu, kryesinë e saj, kryetarin Gjemshir Zenuni edhe gjithë kryesinë. Po e përgëzoj sidomos edhe shkollën e gjuhën shqipe dhe mësuesen e cila i ka organizuar kaq bukur. Për mua ishte njëkohësisht prekse, po edhe gëzuese të jem pjesë e këtij programi, të shoh një program aq të larmishëm edhe aq të pasur. Ju uroj gjithëve pavarësinë e Kosovës. Ja apeloj gjithëve që të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollën shqipe, ja apeloj gjithëve që të qëndrojnë bashkum, se vetëm bashkum mund të arrijmë qëllimet tona, të ndikojmë që shteti jonë i ri në moshë, por në peshë jo aq i ri, të forcohet më shumë, që të ndikojmë që ai shtet që është një mrekullim vetvete që është themelu, të forcohet të bëhet më i fortë për brezat që po i lajmë pas. Unë jam Naser Maljoku, komunës Fejzajt, fshatit Jezerc, antari i kryesisë prej vitit 2009, shoqërisë kombëtare artistike në tonë. Prej ati viti kam marrë pjesë me fëmijën e mi, që kanë qenë në pjesëmarrës me vallëtare, duke i festuar gjithmonë festat kombëtare edhe pavarësinë e Republikës së Kosovës. Është një kënaqësi e madhe kur kemi mundësi që t'i festojmë këto festa edhe t'ia vapëm brezit të ri kulturën tonë që mos ta harrojnë, sepse asimilimi po na tërket derë, përndryshe nëse ne nuk bëjmë këto festa dhe kombëtare, atëherë asimilimi është afër. Këtë punë e vaj me dëshirë, e vaj me vullnet për fëmijën tonë, për rinjën tonë, që brezat e ashëm ta dinë se kush janë edhe nga vinë. Prandaj